Motra dhe vëllezër, shqiptarë që jetonin në Greqi dhe që jeni regjistruar si votues nga jashtë, shumë faleminderit për gjithë ju që tani më e keni kryer detyrën tuaj ndaj Dheut dhe e keni dërguar votën tuaj. Ka ende për ju që nuk e kanë tërhequr ende fletën e votimit, janë rreth 8.000, siç njofton Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, që duhet të paraqiten menjëherë pranë zyrave të DHL-s këtu në Selanik, në Athinë, apo dhe në ishuj tek nën-kontraktorët e DHL-s për ta tërhequr. Por është dhe një numër i madh, diku ke 25.000 për jush që e kanë tërhequr zarfin me fletën e votimit, por nuk e kanë kthyer atë ende. Prandaj është shumë e rëndësishme që ta kryeni këtë në orët e mbetura deri ditën e shtunë për Selanikun, Patrën, Athinën, qytete më dha, dhe deri të premten për qytetet më të vogla apo zona rurale. Prandaj nxitoni, zyrat e DHL-s janë të hapura deri në orën 17 apo deri në orën 18 në qytetet më dha, dhe ndërkohë zyrat e DHL-s do të jenë të hapura edhe sa i përket të premtes dhe të shtunës për qytetet më dha. Ju falenderoj gjithëve dhe le ta kthejmë këtë votë historike në një mbështetje të madhe për të çuar përpara Shqipërinë drejt Bashkimit Evropian.